në të cilën mund të shihni se si vendi ku janë arrestuar, ku janë kidnapuar 3 policët tonë, ndodhet 1 kilometër, 300 metra dhe 670 metra larg prej kufirit, në thellësi të territorit të Kosovës. Pra, kidnapimi, rrëmbimi i 3 policëve të Kosovës ka ndodhur në këtë vend, i cili është thellë në territorin e Kosovës dhe i cili është pra 1 kilometër larg kufirit në njërin anë, që i bie të jetë pjesa veri perëndimore, pastaj 670 metra larg që i bie pjesa veriore dhe në pjesën jug perëndimore 300 metra. 1 kilometër, 670 metra dhe 300 metra. Në të njëjtën kohë, këtu kemi edhe fotografit e rrugës së prerë, në të cilën shihet qartazi se nuk kanë mundur këta të kalojnë tutje, siç pretendon Serbia, që pas kanë shkuar në Serbi dhe atje që kanë arrestuar. Pra nuk bëhet fjalë për arrestim në Serbi, po bëhet fjalë për kidnapim në Kosovë. Dhe kjo rruga e prerë këtu është bërë për t'i ndalur këto 16 shtigjet ilegale të kontrabandës që janë bërë gjatë vitit të kaluar. Dhe nuk bëhet fjalë për kurrfarë kalimit të policisë përtej kufirit të Serbisë, siç pretendohet, madje as përtej rrugës së prerë, e cila pra ndodhet 1 kilometër, 670 metra dhe 300 metra.